Dhe si gjithmonë pjesa e fundit i takon të patanave të kësaj jave, se më kë jemi marrë këtë herë dhe çfarë ka të re tek artistët tanë, kuptojmë në rubrikën e fundit për sonde. Era i Strefi me datën 25 gusht publikon këngën e re. Këngëtarja shqiptare tashmë ylli ndërkombëtar Era i Strefi nuk po ndalet së punuari në atë që do më së shumti. Ndryshimin e pamjen e saj nga Bionde në Zeshkane nuk ka kaluar pa u komentuar me kritikë pozitive, teksa e gjitha është bërë për arsye të këngës më të re të saj. Era, për të gjithë ata që e duan muzikën e saj, me datën 25 gusht do të publikojë këngën më të re. Për të gjithë ju që nuk mund të presni për detaje rreth këngës, mund të shikoni llogarinë personale të këngëtares në Instagram që në fotografitë e fundit ka publikuar edhe fjalë nga teksti që përmban kënga e re e saj. Ka mbetur edhe pak kohë që këngëtarja Adelina Tahiri të publikojë projektin e ri. Java ardhshme do të na sjellë një Adelin komplet tjetër nga klipi para prak. Kënga me shumë ritëm dhe tekst veror është filmuar në ambiente të ndryshme me frymë egzotike. Këngëtarja nuk ka vendosur që të mbulohet, por përkundrazi të jetë më e ekspozuar me pjesët më të nxehta të trupit të saj. Se sa do të ketë sukses kënga e re nuk është se Adelinës do t'i interesoj, pasi që jeta e saj është vetëm pushime, pushime e prap pushime. Sa herë që dëgjojmë emrin e tij, e dim që diçka e mirë dhe me gjasë të mëdha për të bërë hit po vjen. Këngëtari nga Shqipëria, Gena Lito, është në përfundim të xhirimeve të klipit më të ri. Një këngë me shumë ritëm dhe me idenë që njerëzit pasi që të dëgjojnë të vallëzojnë pa pushim është bërë gati tani e disa muaj. E koha e publikimit erdhi. Gena edhe në këtë këngë këndon dashurisë dhe bukurisë së femrës. E teksti normalisht do të jetë i përshtatshëm për shumicën e publikut, ku për qëllim kanë që ta gjejë gjithë secili veten aty. Në 19 korriku është ditëlindja e Bleros, e nuk janë pak vite që mbush këngëtari. 39 vjetori i tij do të jetë më i veçantë. Blero ka vendosur që për këtë datë të publikojë edhe këngën e tij më të re solo që është realizuar në Turqi nga XL Film. Kënga titullohet Ndale dhe besohet nga këngëtari që do të arrijë të kapë masën e publikut shqiptar, pasi që është shija e shumicës tek ne. Kjo nuk është kënga e vetme e Bleros deri në fund të gushtit. Këngëtari ka përmenduar edhe këngën e radhë se për klipin do të nisë xhirimet së shpejti. Kjo është një dhuratë nga Blero për fansat e tij pikërisht në ditëlindjen e tij, teksa për 39 vjetorin e lindjes ai është duke përgatitur një festë të çmendur. Këngëtarja simpatike Dhurata Dora pas publikimit të këngës Simpatia që ishte ftuar në projektin e reperit Lumi B është në dilemë. Ajo ka përmenduar 2 këngët të saj, teksa me xhirime vetë se ka nisur, por problemi i saj është që ende nuk ka vendosur se cili do të jetë projekti i saj solo që do të pasojë pas Simpatia. Të 2 këngët janë hite sipas burimeve të Prives, por cila do të jetë pasardhësia ende nuk është vendosur. Klipet do të kenë të dyja këngët, e që edhe duetet me tjerë këngëtarë nuk është se s'do të ndodhin.